Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Falenderojmë Allahun Tebaraka wa Taala, I dërgojmë salat dhe shumë selam me pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që edhe ky takim I radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar inshallah taala nesër në takimin ton me Allahun fuqi plot. Siç jeni paralajmëruar të gjithë, sonte do të flasim për një temë që duhet çdo njerit prej neve shumë të interesojë. Prandaj edhe e kemi titullu këtë takim çfarë dëshiroj nga Ramazani, bon me thonë edhe çfarë dëshirojmë nga Ramazani. Të gjithë ne duhet të kemi disa qëllime. Nëse Allahu na mundson me e prit Ramazanin, nëse jemi gjallë, nëse kemi shëndetin dhe mirëqenien, atëherë çdo njeri prej neve duhet të ketë disa qëllime të cilat ai me lejen dhe ndihmën e Allahut provon me I arrit ato qëllime gjatë këtij Ramazani. Ky Ramazan po e zojmë për mua është I 20-ti, për atë tjetrin është I 25-ti, për një tjetër është Ramazani 40, për të tjetrin është Ramazani I 2 e kështu me radhë. Nuk guxojmë si besimtar të mirëfillt dhe besimtar serioz. Ne po flasim për njerëz të cilët janë serioz. Ne në Ramazan nëpërmjet ibadeteve dhe jo vetëm agjerimit e kërkojmë xhennetin. A është kjo punë jo serioze? A është punë me marë me hajgarallëk? Asnjëherë. Do të thonë çështja është në pikën më të lartë të seriozitetit. Ne në Ramazan bëjmë përpjekje që ta fitojmë me mirësitë dhe rahmetin e Allahut shpëtimin prej zjarrit të xhenemit. A është kjo çështje serioze? Jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht serioze. Prandaj të parë tonë të mirë selefi e kanë konsideru muajin Shaban, që na jemi edhe pak ditë, sikur muaj ku bujku dhe punëtori I vyshëm, sikur thot Ibn Rajebi rahimullah, e mbjell dhe e punon tokën dhe arën, e në Ramazan I merr frytet, bereqetet. Çfarë synojmë me arrit gjatë këtij Ramazani me lejen e Allahut inshallah taala. Allahu na dhasht bereqet ya Rabbi. Allahu na udhëzoft e na shtoft zelin, e dëshiren, e vullnetin, e seriozitetin maksimal në këtë muaj të bekime dhe mirësive të panumërta. Qëllimi I parë që synojmë me arrit është nata e parë e Ramazanit. Nata e parë e Ramazanit. Nga nata e parë duhet të fillojmë me seriozitet. Nga nata e parë duhet të japim maksimumin. Nëse natën e parë nuk e fillojmë me plot përkushtim, për një mend I kemi qarta krejt, nëse kemi jetë dhe shëndet, e ki qartë krejt rrugtimin tënë, çdo ditë të rejtë Ramazanit e din çka keme bo, çdo natë e din çka keme bo, e din të qartë raportin tënd me iftarin, raportin tënd me namazet, me xhamat, raportin tënd me namazin e taravis, raportin tënd me Kur'anin,
raportin tënd me duan, raportin tënd me i dhon iftar dikuj apo sifir, raportin tënd me Kur'anin dhe leximin e Kur'anit, raportin tënd me përmendjen e Allahut dhe dhikrin. Domthon, qëllimi i parë, synoj natën e parë me lejen dhe mirësitë e Allahut me godit natën e parë. Natën e parë me godit. Pse natën e parë? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Tirmidhi, Ibn Majah edhe Sheikh Albani e konfirmon si hadith të vërtet, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen nata e parë e Ramazanit, e ne natën e parë të Ramazanit e kemi të mërkurën që vjen, jo kjo e mërkurja e radhës. Kur vjen nata e parë e Ramazanit, ka thonë pejgamberi alayhis salam, prangosen me zinxhir shejtanët e inatosur, hapen dyert e xheneteve, mbyllen dyert e xhenemit. Dhe në këto momente, mas krytën e 3 veprimeve, prangosen me zinxhir shejtanët dhe vazhdojnë me urit inati i shejtanëve, pse Allahu i ka prangos, dhe hapësira dhe mundësia e sherrit edhe cytjeve edhe djallëzive edhe të shejtanllaqeve është shumë më e vogël. Hapen dyert e xheneteve, mbyllen dyert e xhenemeve, mas këtyre 3 veprimeve, thret një zë. Ja baghi el khayr iqbili, o ti që e dën të mirën, o ti që e nis drejt hajrit, o ti që po synon të mirën, futun të, vazhdo bismillah, filloje, dhe pastaj wa ya baghi ash-sharri iqsiri, o ti që e dën të keqen edhe sherrin, ndalu, freno, ndalu. Nuk ka koha tani me bo punë të këqija, nuk ka koha me bo gjinohe. Ndale veten, ndale epshin, ndale kojtjen. Është koha me undal, është koha me korrigju veten, është koha me llogarit veten, është koha me përmisu veten. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kull laylatin, dhe në çdo natë në kohën e iftarit Allahu liron e amneston prej robërve të tij nga zjarri i xhenemit. Allahu ekber. Allahu na shpëtoft prej zjarrit të xhenemit, ya Rabbi. Prandaj kjo është rëndësia pse natën e parë. Subhanallah. Thojnë ulemaja, kjo mundet me na u dok neve pak e pakapshme, por ata që e shijojnë e kënaqen me ëmbëlsirën e imanit, ata i përjetojnë këto gjëra. Edhe një herë vëllezër, ju lutem me vëmendje. Pejgamberi alayhis salam na ka lajmëruar se imani ka ëmbëlsirë. Dhe ka thonë Resulullah alayhi salatu wassalam, ai i cili e ka kërku, ai i cili e ka shiju ëmbëlsirën e imanit, ai nuk mundet pa kërku hala. E ata që e kanë shiju ëmbëlsirën e imanit, i përjetojnë dhe jetësojnë këto gjana. Thojnë ulemaja, në Ramazan çdo gjë në kosmos ndryshon, nga fakti se Allahu i hap dyert e xheneteve. Hapja e dyerve të xhenetit nën kupton kur nuk je më afër mirësive të Allahut, kur nuk je më afër rahmetit të Allahut, kur nuk e ke më lehtë me fitu faljen e Allahut, kur nuk ke mundësi më të artë me fitu shpërblime pa llogari. Kjo nën kupton hapjen e dyerve të xhenetit. Mbyllja e dyerve të xhenemit dhe prangosja e shejtanëve nën kupton që Allahu te baraka wa taala e ka përgatit ambientin për ata që janë serioz në këtë muaj të bekuar. Prandaj edhe ai thirrsi prej melekëve tha,
O ti që e don hajrin edhe të mirën, zhytun të mirën, knaqun të mirën, provoje të mirën. Dhe o ti që e don të keqen, ndale, frenohu, ndalu. Nëse tani nuk ndalesh, kur ki më ndal? Allahu Dhul Gjelal krejt e ka përgadit terenin për ty, dhe s'pu dënë më ndal. Kur përmisohesh ti nëse tash dënë më përmisu? Prandaj tha pejgamberi alayhis salam 3 herë amin, amin, amin. Njëna prej këtyre 3 herave, po na lidhet me temën tonë, i tha Gjibrili alayhis salam, një njeri, një person që Allahu ja ka mundsu me përjetu Ramazanin, edhe s'ka arrit me fitu faljen e Allahut, ky njeri qoft larg, shumë larg rahmetit Allahut. Pejgamberi tha amin. Nëse edhe në Ramazan robi nuk e fiton mëshirën, faljen, mirësitë, bekimet e të madhit Allah, kur kimi fitu? O i bekum, kur? Prandaj natën e parë synojmë me lejen e Allahut. 2. Të dashur të mi, synojmë me lejen e Allahut dhe rahmetin e tij amnestin dhe shpëtimin prej zjarrit të xhenemit. Çdo natë në kohën e iftarit, çdo natë në kohën e iftarit vin lista me emrat përveçëm. Filoni i biri filonit. Allahu Dhul Gjelal thot i shpëtuar për gjithmonë prej zjarrit të xhenemit. Allahu Akbar. Vëllazër, prap po kërkoj nga gjithë ju dhe rradh par nga vetja ime. A e dini bre sa serioz është kjo? A dini sa e madh është kjo? A e dini çfarë listë është kjo? Lista e njerëzve ma fatlum bot, lista e robëve të Allahut më të privilegjuar, me të shpëtu Allahu për gjithmonë prej zjarrit të xhenemit. I bjen, a di çka i bjen? I bjen se ki mu knaq me lejen e Allahut në xhenetit e tij. Ki mu knaq në xhenetit e tij. Kur të shpëton Allahu prej zjarrit të xhenemit për gjithmonë, atëre atje janë 2 rrugë. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup në xhennet edhe një në xhenem. S'ka grup tret, me thonë s'po du. Edhe këto no, jo. Ja këtu, s'ka grup tret. Ai që Allahu e shpëton për gjithmonë prej zjarrit të xhenemit, ai me lejen e Allahut ka mu kënaq në xhennetet e tij. Prandaj këtë e synojmë. Është shumë e rëndësishme kjo koha dhe ky moment i iftarit për gjithë ne. Shumë e rëndësishme. Mos me leju ne me qenë neglijent, e të shkujdesur, e të pavëmendshëm. Çdo natë ne nuk e dim, por çdo natë mbetet lutja dhe shpresa jote e fuqishme se në ato lista që kanë zbrit në kohën e iftarit, ti je njëri prej atyre. Emri yt është prezant mesin e shumë emrave. 3. Synojmë siguri, derën e Rejanit edhe gradat larta të xhennetit. Po ndalemi te kjo pjesa e parë. Synojmë siguri. Në jetën tonë të përditshme, të gjithë ne, në gjitha aspektet e jetës, marrim masa sigurie. Nuk po flas vetëm se njerëzit kur flitet për siguri me njerëz shkon mendja sigurimet shëndetësore, fondi pensional në rregull. Po ne në jetën tonë të përditshme në përgjithësi marrim masa sigurie. Du më qeni sigurt. Po du më nis me shku deri në Tiranë. Vallahi unë ndala i këshyra ai kom gumat mirë. Po du më qeni sigurt, po du më ndal të lash rrugës. Ndalu këtu tash. Ndalu po kalojmë në udhtimin të Allahut. A është i gjatë dhe i vështirë edhe me peripeti udhtimi ynë tek Allahu deri sa të rahatohemi në xhennet? I vështirë është. Ka shumë peripeti. Nga momenti kur ja kthejmë shpirtin ton Allahut, e në momentin kur kanë më na lënë vetëm në gropën e quajtur varr, e një jetë e gjatë, Allahu e din me qindra apo edhe mija vite në varr,
me punët e tua i vetëmum, ti bashkë me mu, hiq bashkë kurkush. Nuk guxoj pa e tregu një ngjarje të bukur. 15 minuta. Shumë kam ju pëlqy. Kthehem te sigurimet. Por kur e kam lexuar para disa ditëve, e që ka qenë kismet sonte me tregu. Ni Hayreddin Efendia para 400 viteve ka jetuar në Stamboll. Një burr i mirë, një besimtar i mirë, një tregtar, një pasanik i madh. Në një ditë po kalon një tregtar i rushit, edhe ju begenis do rush, e bleti 25 rush, e i tha punëtorit ti, që e që të rush të shpia. Shkoj me e qu rushin të shpia, punëtori Hayreddin Efendis, edhe ky kur erë në akşam, hëngrën darë, pushoj pak, mas i pushoj, i tha grus, apo na qëtë dë rush, që e kish ble në drek. Gruja pa një, pa dy, i tha, vallai na vjen keq, po as një kalavesh e as një kokër rush së metë, këtë kemë hongër. La ilaha illallah, a që i dhënu, o qunë kom, nuk foli kur gjo, e mor setrën, e po del pe i shpis. Gruja, ty u mundu me jep një arsy, kur gjo s'po fol. Bismillahirrahmanirrahim, shkoj të një zotni në Stamboll, i cili kishte agjencion të patun shmerive. Tha, a ka mundësi token më të miren tokën Stamboll më mashit, që son të menjerë podu, veç ka dhumi sa pare. Më të miren tokë, menjerë paret, bismillah. Shkoj të një ndërtus, më i njori, tha, a ka mundësi, tha, a din filën vendin? Po, filën parcelën, tha, komble, du me bu një gjami për Allah, son të paret menjerë paret. Tash zgati që kjo punë zgati, sa zgati një sata 2. Shkoj e bleti parcelën më të mirë në Stamboll, shkoj e java parët, shkoj e goditi firmën ndërtimtore më të mirën, me abo xhamin, u kthy të shtëpia. Kur u kthy të shtëpia, më i qet. I tha grusa, e tha, edhe sonte, nëse sonte e kom e gjelin vdes, tha vdes me pazhik. Tha e bleva rushin, e syron mend një kalavesh rush më marujt mu. E unë kur të vdes, kuj kam i ran mend për mu me bo dua, a me jap një sadak për shpirtin tim, kështu pe pasuristime e ndërtova që xhami, sot falen mbi 200 njerëz, thirret xhamia sikur me hongër rush i ka jet emni. Se storia, meselja e rushit, Hayreddin Efendia. Sot që tash kur me shku në Stamboll, me lyp filon me hallën, falesh në xhami. Tha syran mend me marujt din dark, një kalavesh rush. Po une kur vdes, e vin ata nipa e stër nipa, e ata zotnia, ata zgona, sa bab gjysha i kem pas, e ju ndërmu t'i bënu, e kanë lën hektar. Tha, kush bon? Tha, ju s'pa pas këtë rujt rushin, e kështu për shpirtin tem. Allahu Ekber. Kjo kërkoj falje me dal prej temës. Po kthehemi te siguria. Vllazën, rukëtimi ynë është i gjatë. Mi adhurtu shpirtin Allahut, jetan varë, dalim para Allahut, ura siratit, bostim me ingje, krejt ato peripeti, rreziqe, ki nevoj për siguri. Për më shku deri te Allahut dhe krejt të rreziqe, ki nevoj masa sigurie. Na ka kallzu pejgamberi sa 2 gjëra që ti ofron Ramazani janë mas sigurie për ty, t'japin siguri derisa shkon te Allahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet, të cilin e transmeton Abdullah ibn Amri, edhe gjendet tek Musnedi Imam Ahmedit. Thot pejgamberi alayhi salam, agjerimi dhe Kurani në ditën e kiametit bëhen shefat ndërmjetësus për agjerusin dhe që ka lexuar Kur'an. Thot agjerimi, ja Rabbi, ja kom ndal ushqimin dhe pijet këti, s'ka hungër, s'ka pi për atër tondin. Sot du në poli, do më thonë, sa herë në ditën e kiametit vjen një rrezik, del para teje masa e siguris e quajtur agjerim dhe ta bën ty avokatin. Allahu Ekber. Po ashtu dhe Kurani, sot Kurani, Allahu i jep mundësin Kuranit me fol në ditën e kiametit. Sa herë keni rrezik dhe peripetit dhe udhëtimi i ahiretit i vështirë, i gjatë për plot rreziqe, del Kurani thot, ja Rabbi, ky o privu prej gjumit natën, taravia lodhshëm, do punojmë punë të ronda, gatë dhe ditë e fundit mas taravis dhe namazin natës. Po të kap gjumi, thot ja Rabbi, ky ja ka bo vetit haram gjumin, ty lexo Kur'an. Unë po kërkoj
siguri edhe ndërmjetësim për ta. Allahu Ekber. A përshë, që ka në mundësan në Ramazani? E synojmë derën e Rejjanit. Allahu Ekber. Allah në mundësot me hy prej derës Rejjanit në gjennetet e Allahut, ne dhe prindrit tonë dhe gjithë dashurit tonë. Thot pejgamberi a.s. në gjennet gjindet një derë. Sa dyri ka gjenneti vëllazër? Sa? 8, Allah është përbleft. Një prej 8 dyrëve të gjennetit e ka emnin dera e Rejjanit. Thot nuk mund të hynë prej kësaj dere në gjennet vetëm ata që janë agjirus. Ka arë një hadith, ju thuhet në ditën e kiametit, ejnë saimun, ku janë ata që kanë agjiru Ramazanin? Ku janë ata që kanë agjiru Ramazanin? Thot masi të hynë agjirusit prej kësaj dere, mbyllet dera dhe nuk mund të hynë prej kësaj dere në gjennet askush. Allahu Ekber. Shpërblimet më dha vëllazër. Dhe synojmë në muajin e bekuar të Ramazanit gradat larta në gjennetet e Allahut. Synojmë gradat larta në gjennetet e Allahut. Dëgjoj këtë hadith të cilin e transmeton Imam Ahmedi, Tabarani edhe Sheikh Albani e vërteton si të vërtet Ebu Malik el-Ash'ari radhiyallahu anhu. Një ditë pejgamberi a.s. tha kështu. Dhe thonë ky hadith ka të bëjë me gradat e larta në xhennet që ne i synojmë. Pejgamberi a.s. një ditë tha kështu: Inna fil jannati ghurafa. Tha në xhennetet e Allahut ka dhoma. Aq të bukura dhe aq dizajni dhe bukuria i atyre dhomave është provokativ, sa që prej jashtë shihet prej jashtë po hin dhomë, e she brendin e dhomës, e prej brendis dhomës e she jashtë. Kështu s'ka kur në dynja. Edhe dizajnerat më të mirë në dynja me e bo një dizajn, nuk ka mundësi kështu. Nuk ka mundësi. Po në gjennet ka mundësi. I tha Ebu Malik el-Ash'ari radhiyallahu anhu Rasulullah, tha ja Rasulullah, kush i ka hise këto dhoma? Për koni ka përgatit Allahu këto dhoma? I përmendi pejgamberi 4 sende. Të 4 ta ti ki Ramazan. Të 4 ta ti ki mundësi me jarit Ramazan. E para, tabi'a as-siyama. Tha ai që nuk e ndal agjerimin. Në gjinon Ramazanin të plot. Shtoni na gëzohemi kur thot, "Hoq, do më janis si vet, po ja nisi e ty po ti bo." Në rregull, kjo është hap shumë i gëzueshëm. Po muslimani ja nis edhe deri në fund nëse ka hyrë dhe shnetë betis. 2. Ai i cili i ushqen, ai që ushqen Ramazan, niftaren sifir. Sevap i madh. 3. Ai që i ka fjalët e buta e të bukura. Se në Ramazan pejgamberi alayhis salam thonë se dikush vjen të ofendon e të shar, ti i thush unë jam agjirushëm. Ramazan nuk e kena tash jadranin atje të mallaku në Korz, po rremuja u bëjke. Edhe 10 minuta ty u piskate, ty u përla ma në zonë e rrugën, e s'pa ta nëzoj, pa hiu në pishti kryt, po Allah, në gjënushëm, njerëzit kotë iftarit, mas pak t'i sabër. La ilaha illallah. Ramazan fjallë buta, fjallë. E 4, ata që falin namaz të natës, namazit të ravis, namazit natës. Të 4, ai cili i arin këto 4 vepra të dashura tek Allahu, i arin gradat e larta në xhennetet e Allahut te baraka ve taala. Allahu na i mënsoft ya Rabbi. 4. Çka synojmë Ramazan? E 4 të dashurit e mi, të gjithë duhet të synojmë që të mësohemi e të stërvitemi përballë ndalesave të Allahut. Ramazani është medrese, Ramazani është akademi. Njerëzit thojnë vallai zër me lun rakin, vallai zër me lun zinan, vallai zër me lun këta, vallai zër me lun këta. Ata që dëshirojnë me u bë pjesë e edukatës dhe shkollës akademisë të Ramazanit, Ramazani i stërvit qysh duhet njeriu me arrit me e mujt veten, me e mujt egon, lakmin, kojtjen edhe me ilon haramet. Në stërvit Ramazanit, qysh në stërvit? Me hongër gjëra që janë halal dhe me pi gjëra që janë halal, edhe ata që janë të martum, marrëdhënie legjitime me gratë të tyre, a janë halal këto me i bën dynjë? Po, kur janë gjinukshëm, nuk hanë. Ushqimet që Allahu t'i ka leju, prej sefirit deri në iftar, haram.
agjërushëm. Me pi ujë e me pi lançet halalit, haram deri në iftar. Do të thonë, Ramazani 30 muaj, 30 ditë, apo 29 ditë, një muaj, na stërvit, na mëson, na kalit, se ti kur e kontrollon veten përballë gjërave të lejume, atëherë kjo ty duhet me t'jep zemër, trimnohu. Për shembull, pa dash me botim, mos më keq kuptoni, ata që pinë duhan. E dini, duhani është haram. Nuk ka diskutim këto. Po hoxh e kom nini hoxh, ose një asnjë hoxh. Të byt bre. Mirë, ata njerëz që kanë problem hala se mbin melon duhanin, po ti 30 ditë nuk po pinë duhan Allah. Ti je i fuqishëm. Ku i ke çet karakter? Karakteri që po agjeron. Pse me çet karakter mas Ramazanit nuk ballafaqohesh? Ti ki karakter, a ki pat njerëzit thonë, filoni ka karakter. Kur thot, u kry, edhe për të keq, do njerë thot, edhe për të keq. Ka thonë, edhe ndeks du mi i vlavt, edhe ndeksi ka i vlavt. Aj, bodalla. Dhe të më thonë, kjo u dhe bilak, kjo ka bimo. Po na po flasim për njerëzit që janë të vendosur dhe përballë gjërave që janë të mira, edhe përballë shprehive të liga, janë të vendosur edhe largohen. Prandaj këto na mëson Ramazani. E fundit, e para fundit edhe dy dhe mbyllëm. Çka synojmë? Ti dhe une duhet me synu lutjet tona me u pranu të Allahu, edhe nevojat që i ki ti bashkë me mu, Allahu me na i plotësu nevojat. Pejgamberi e sam ka thonë, statusi i agjirusit është e atil që doaja i pranohet. A i agjirus, doaja jote nuk kthehet prapë. A i agjirus, për shkak se e ki këtë status, doat e tua. E mirë, një hoxh, Allahu e rujt, atje në botën arabe, në Egjipt, më pëlqej një përkufizimi ti, tha, për fatkesh ta musliman sot në botë, tha, edhe ibadet kur bojnë ibadetin shumë të ftoftë, pa shpirt, pa ndjenja, pa lezet, pa knatësi. Subhanallah, na nuk qomin këtë syfyrit vetëm Ramazan. Koha syfyrit është për momente dhe më të arta që Allahu te baraka ve taala zbret prej qiellit lart dhe thot, kush kërkon falje nga unë ta fali. Kush më lut mua, ti përgjigjem. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Do të thonë, Ramazani është muaj i duave. Ramazani është muaj që nevojat dhe kërkesat e tua do të përmbushen. Kush prej neve s'ka kërkesa? Kush prej neve s'ka nevoja? Se cili prej neve ka lloj nevoje. Subhanallah, një prej ulemave të mëdhenj ka pasur emrin Yahya ibn Ma'in. Hoxh shumë i madh, imam shumë i madh i hadithit, edhe shkencave të tjera. Kur ju kanë ngushtu punë, kur është kur thu, a dini çish ka bëu do? Ka që du të ka thonë, ja Rabbi, ti e dinu në që ka du. Ja Rabbi, ti e dinu në që ka kom nevoj. Qka që? Ma të mira jonë që to që dalin për loqkës zemrës, se doja do të më konë gjuha, mendja, shpirti, edhe mundësisht me humbër halal, mos me prek haram, tishat halal, se bon doja ka vjedhë setre në problem, bon doja ka marrë 10 metra me gjithë tokë ati zotis o problem. Kur s'ka ditë qësh, është ngushtu o kur thu, o Allah ti e dinu në qka du, o Allah ti e dinu në qka kom nevoj. Vetë që të fjale ka përsërit. A ju konë o hoxha i hoxalarve, të gjitha duat e pejgamberit, këtu në mendi ka pasë, në zemër. Po me këtë fjale ka lutë Allahu të baraka wa taala. Dhe e fundit të dashurt e mi, synojmë natën e madhe të kadrit, Allahu na mundsoft ja Rabbi. Natën e madhe të kadrit, Allahu na mundsoft. Subhanallah, mjafton ajeti edhe më shumë se 1000 muaj ka vlerë, nëse i llogaritive se 1000 muaj janë 84 vite, afërsisht. U duhet me u tregu që ta dhe e mbylla. Temim ad-Dari radiallahu anhu, një sahabi pejgamberit e Islam, për natën e madhe të kadrit, e kish pas blen një farë, ure po thon palt, një palt, 1000 dinar. 1000 dinarin ofër 4 kg ari. Edhe e ka ble special vetëm natën e madhe të kadrit me vesh, me madhnu, se lefi jyn i kanë zbukuru shtëpiat, i kanë ly shtëpiat, kanë shpërnda ambelsira,
i kanë zbukuru lagjet, i kanë zbukuru xhamiat, fest, a din se s'po di këta tjertë, gjahilat këta, s'po di çfarë festa, festivale, a din, s'po di, se nuk e një shumë atë botë, është mangësia ime, festivali do të filon festivali, kur mbahet filon festivali, ndriçohet qyteti. A ka festival më të madh se nata e Kadrit për besimtarin? Këto gjëra, dhe në fund të dashurt e mi, krejt ajeti i Ramazanit tregon që gjitha këto, për çka Allahu na ka bëu obligim agjerimin, la'allakum tattaqun, që ju nëpërmjet agjerimit të arrini të bëni më të devotshëm. Kjo është devotshmëria. Që kjo është kulmi i gjitha qëllimeve që agjerimi e kërkon prej neve. Na qoftë me hajër o vëllezër, ky muaj i bekuar, Allahu na dhasht shumë bereqete, Allahu na forcoft e na ndihmoft, e Allahu na dhasht mendjen e kthjellët, e ta fillojmë nga nata e parë, me shumë seriozitet, me shumë vendoshmëri, me një mendje. Adin kur thonë popullin tonë është ajo fjala e mirë, pleqton thotë e kom do mendjen. E kom do mendjen une. Edhe na e kemi do mendjen se na të lyp xhenetin. E ki do mendjen me lyp xhenetin as ki do mendjen. Allahu na dhash bereqete ya Rabbi, e me hajër na qoft neve, e familjarëve tonë, gjithë dashurve tonë dhe mbar ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu ju shpërbleft, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala